Mirë se vini, e keni menduar ndonjëherë sikur një biznes të mund të shkonte te mjeku për një kontroll? Çfarë diagnoze do të merrte? E po, pikërisht këtë do të bëjmë sot. Do të hyjmë bashkë në një klinik strategjie për të parë se si një biznes që lëngon merr një recetë për shërim të plotë. Ja, kjo është ankesa kryesore, direkt nga goja e pacientit. Tingëllon e njohur apo jo? Është ai frustrimi që të vret si sipërmarrës. Punon si i çmendur, lokali plot, por kur sheh llogarin bankare thua me vete, ku po shkojnë parat? Pse ndodh kjo? Mirë, le ta takojmë pacientin ton Biz Bites. Është ai restoranti i lagjës që të gjithë e pëlqejnë. Klient ka me bollëk, por fitimet? Po avullojnë, po zhduken mu para syve. Ky është misteri që duhet të zgjidhim. Pra, çfarë e solli pronari në këtë klinik? Le të shohim simptomat një nga një. Kemi marzhe fitimi që po të kurren, një konkurrencë e egër jashtë dhe presion i vazhdueshëm nga aplikacionet e dërgesave. Praktikisht, një stuhi e përkryer. Dhe këtu hyn në skenë mjeku ynë, një strateg biznesi. Dhe gjëja e parë që bën është radikale. Ai thot, stop, harrojeni reklamat. Zgjidhja nuk është të bërtisni më fort. Problemi është shumë më i thellë. Kemi të bëjmë me një problem strategjie. Atëherë, cili është hapi i parë për çdo kur të suksesshme? Një diagnoze saktë. Këtu nuk ka vend për hamendje, nuk ka vend për mua më duket se. Këtu na duhen të dhëna të forta, fakte. Le t'i bëjmë analizat e gjakut këtij biznesi. Dhe ja çfarë përfshin skaneri i plot. Janë 5 fusha kyçe që duhen kontrolluar, nga struktura e përgjithshme e tregut, te fuqia që kanë furnitorët dhe klientët mbi biznesin, e deri te mënyra se si vetë biznesi funksionon nga brenda. Një kontroll i plot, nga A-ja te Z-ja. E po, rezultatet e analizave erdhën, dhe lajmi jo i mirë, as pak. Duket sikur çdo forcë e jashtme po punon kundër tyre. Konkurrenca është e ashpër, furnitorët kanë fuqi, klientët kanë fuqi. Është një luftë në 5 fronte dhe fitimet po shtrydhen nga të gjitha anët. Tani që kemi të gjitha këto të dhona, diagnoza kryesore fillon të bëhet e qartë. Dhe është një nga ato diagnozat klasike, një sëmundje strategjike shumë e zakonshme dhe tepër e rrezikshme. Në botën e biznesit, zakonisht ka 2 rrugë të qarta drejt suksesit. Mund të jesh kampioni i çmimit të ulët, mendoni për zinxhiret e mëdhenj, ku gjithçka optimizohet për shpejtësi dhe kosto. Ose mund të shkosh në drejtimin tjetër, të jesh opsioni premium, unik për të cilin njerëzit paguajnë më shumë. Të dyja janë rrugë të vlefshme. Dhe këtu e kemi diagnoza finale. Pacienti ynë është i bllokuar në mes. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se po përpiqet të jetë të dyja gjërat në të njëjtën kohë. Përdor përbërës të shtrenjtë si një restorant premium, përbën ulje çmimesh sikur të ishte një opsion ekonomik. Kjo është një recetë e garantuar për katastrofë. Imagjinojeni këtë kaos brenda vetë biznesit. Është sikur të kesh 2 njerëz që tërheqin litarin në drejtime të kundërta. Njëri bërtet cilësi më e mira, ndërsa tjetri bërtet shpejtësi më lirë. Në fund, litari këputet dhe fitimet bashkë me të. I gjithë sistemi po saboton vetveten. Mirë, diagnoza është e qartë. Tani vjen pjesa më e rëndësishme. Receta, kura, dhe këtu gjërat bëhen interesante. Zgjidhja nuk është të bësh më shumë gjëra. Përkundrazi, zgjidhja është të bësh një zgjidhje të prerë se kush nuk do të jesh më. Kemi recetën numër 1, përqafo plotësisht koston e ulët. Bëhu brutalisht efikas. Harro çdo gjë të shtrenjtë apo artizanale. Thjeshto menun, një qëllim i vetëm, të jesh opsioni më i shpejtë dhe më i lirë në zonë. Pik. Ose kemi recetën numër 2. Shko komplet në anën tjetër. Bëhu Rolexi i hamburgerve. Dyfisho investimin te cilësia, krijo një eksperiencë të paharrueshme, ngrit çmimet dhe bëhu destinacioni gurmet. Këtu luhet loja e marzhit, jo e volumit. Dhe ja ku vjen receta e tretë. Ndoshta opsioni më i zgjuar. Pse të luftosh me të gjithë? Ideja është kjo, mos u përpiq të jesh për të gjithë. Zgjidh një grup të vogël, specifik klientësh dhe bëhu gjithçka për ta. Dominoj një segment të vogël, injoro pjesën tjetër. Pra, çfarë zgjodhi pronarin? Ai zgjodhi betejën e zgjuar. Duke parë se lokali ishte afër universitetit, vendimi ishte logjik. Ai nuk do të luftonte më në të gjitha frontet.
do të dominonte një fushë betejë të vetme, studentët e uritur natën vonë. Por një vendim i madh pa një plan të detajuar është thjesht një dëshirë. Prandaj, ja plani konkret i trajtimit. 90 ditë, hap pas hapi. Shikoni se si strategjia e madhe të bëhesh mbreti i natës për studentët përkthehet në veprime të vogla, konkrete dhe të matshme. Dhe ky është transformimi i plot. Kalimi nga të qenit një varg pa busull në mes të stuhisë, dhe të qenit një anije e fuqishme me një destinacion të qartë. Dhe e gjitha filloi me një zgjedhje, me guximin për t'i thënë jo pjesës tjetër të tregut për t'u bërë gjithçka për një segment të vetëm. Dhe kjo na sjell te pyetja thelbësore, jo vetëm për Biz Bites, por për çdo biznes. Strategjia nuk është vetëm lista e gjërave që bën. Ndoshta lista më e rëndësishme është ajo e gjërave që vendos me vetdije të mos bësh. Pra, pyetja mbetet, çfarë po zgjedh biznesi juaj të mos bëj?